Edicioni informativ në ekranin e Blu Televizion do të ndalemi në zhvillime të ditës. Ndalemi pikërisht e vizita që zhvilloi mes ditën e kësaj të hëne në Korçë. Kryeministri Edi Rama rreth orës 14 ka mbritur edhe në Vlorë me helikopterin e forcave të armatosura. Rama është ulur në ish-fushën e aviacionit, ndërsa më pas ka inspektuar nga afër punimet që po zhvillohen për ndërtimin e qendrës multifunksionale në qendër të qytetit, si dhe projektin për ndërtimin e Muzeut Hebraik në Vlorë. Pas vizitës që zhvilloi mes ditën e kësaj të hëne në Korçë, kryeministri Edi Rama rreth orës 14 ka mbritur në Vlorë me helikopterin e forcave të armatosura. Rama është ulur në ish-fushën e aviacionit, i shoqëruar nga një tjetër helikopter. Pranë rezervave të shtetit e ka pritur eskorta dhe Garda e Republikës, kur me masa të repta sigurie ka vijuar vizitën në Vlorë. Më pas Rama është nisur drejt sheshit Flamurit, ku i shoqëruar nga ministri Akumbaro dhe një grup investitorësh, ka bërë një inspektim në disa projekte që po realizohen. Rama ka inspektuar nga afër punimet që po zhvillohen për ndërtimin e qendrës multifunksionale në qendër të qytetit, por dhe projektin për ndërtimin e Muzeut Hebraik në Vlorë, si dhe rrugën e Hebrejve. Një inspektim ky që ka zgjatur vetëm pak minuta dhe më pas kryeministri është larguar. Pas vizitës në sheshin e Flamurit, Rama mësoi se është ndalur në Orikum, si dhe në Radhim, ku do të inspektojë projektet infrastrukturore si lungomaren apo shëtitoren e qytetës bregdetare. Familja Runaj në fshatin Drashovic, përfituese nga projekti riabilitues për banesat e dëmtuara, për Blu Televizion shpreh rezerva për punimet e kryera. Sipas zonjës Zylfie Runaj, pas përfundimit të punimeve në banesën e saj, ndërhyrjet kanë mbetur të papërfunduara. Premtuar riabilitimi plot i banesës, është vendosur vetëm çatia dhe firma është larguar. Një tjetër familje që ka përfituar në fshatin Drashovicë të Selenicës nga projekti riabilitues për banesat e dëmtuara është familja Runaj. Zylfie Runaj, përfituese e këtij projekti, shprehet se pas përfundimit të punimeve nga firma fituese e tenderit në banesën e saj, shumë ndërhyrje kanë mbetur të papërfunduara. Ajo tregon se pas përfundimit të punës, kolonat mbajtëse të shtëpisë janë lënë në të njëjtin gjendje si më parë. Sipas saj, edhe fasada jashtme e banesës edhe tavani kanë mbetur pa u suvatuar. E moshuara shton se familjes i është dashur të shes disa shpend të oborit për përballuar shpenzimet shtesë dhe për të mundësuar përfundimin e disa punimeve. Ajo shpreh pakënaqësi dhe për mënyrën se si janë realizuar ndërhyrjet në banesën e saj. Zylfie Runaj. Vetë që qenë në atë që pakënaqur, çfarë do themi? Vetë këto se havojnë të qenë nëse në plak. Kolonat vetë, sëvatimet vetë, tavanin vetë, gjitha vetë këtë bërë. Shqitën pullat, mbetën gjyshë gori. Edhe i bëmë. Shumë të kënaqur sini, po nejse. Po t'i kisha marrë vetë, ishte më mirë. Më mirë. Dhe kisha bërë gjitha janë, shkallë kanë mbetur copa. Edhe s'kemi, jemi me 7 lektimet. 150 me djali. Edhe këto kemi, atë ke qenë, s'kemi asgjë tjetër. Kemi një lopë vetë. Ja, shpiti kemi rregulluar vetë, do të shikoni. Sipas Zylfie Runajt, problematika vijon edhe në brendësi të banesës. Ajo tregon se pllakat nuk janë shtruar, ndonse u ishte premtuar se do të shtroheshin dhe se do të rehabilitohej gjithë shtëpia. Në përfundim, sipas saj, është vendosur vetëm çatia dhe firma është larguar. Ai thekson se edhe dhoma e gjumit ku familja kalon natën ka mbetur e papërfunduar. Po tunë edhe pllakat. Për pllakat ata shumë gjëra, po nejse. S'kem çfarë bëjmë shqiperia jo. S'kem bëj gjë. Punuan hodhën çatin, ikën në lampë. Prit vinë, prit iq, e lapër, thëja. Shikëm ca pula që kishim bëmë. Këto në t'i vetë, kjo dhe ma ime pa bërështë. Fondi i vënë dispozicion të familjeve përfituese të këtij projekti nëse do të jepi drejt për drejt për secilin individ për realizimin e punimeve, sipas banorëve do të mjaftonte për rehabilitimin e plotë të banesave, ndërsa me të njëjtin fond, firma që ka zbatuar projektin sipas banorëve të kontaktuar ka realizuar ndërhyrje të pjesshme, kryesisht në pjesën e çative dhe tavaneve.
8 vite nga përfundimi i ndërtimit të nën stacionit elektrik në fshatin Tragjasi, i cili do të bënte të mundur ndryshimin e tensionit energjetik nga i lartë 35 kW në 20 kW, nën stacioni nuk funksionon, pasi ende nuk është kryer lidhja me sistemin shpërndarës në fshatrat përreth. Ndaj edhe në mod të keq, Orikumi mbetet pa energji. Në vitin 2016, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë shpalosi për herë të parë projektin për ndërtimin e një stacioni energjik në Tragjas. Qëllimi i këtij projekti ishte që pas ankesave problemeve të shumta që kishin banorët e disa fshatrave të zgjidhej një herë mirë furnizimi me energji elektrike. Në stacionin ndërtuar brenda 2 vitesh në fshatin Tragjas do të bënte të mundur ndryshimin e tensionit energjetik nga i lartë 35 kV në 20 kV dhe më pas shpërndarje në fshatrat e zonës. Megjithëse kanë kaluar 10 vite nga shpalosja e këtij projekti dhe afro 8 vite nga përfundimi i stacionit, sërish ky fundit nuk funksionon. Në stacioni elektrik i Tragjasit, i cili u parashikua që të furnizonte me energji elektrike radhimën, Orikumin, Dukatin, Tragjasin, por edhe Llogoran, prej vitesh vazhdon që të jetë jashtë funksionit. Megjithëse u parashikua që të ishte zgjidhja e problemit, për sa i përket furnizimit me energji elektrike, ky nën stacion, edhe siç mund ta ndiqni nga pamjet, pas shpinës time, dallohet qartë që nuk funksionon. Gjatë ditëve me erë të fortë dhe mo të përkeqësuar në Tragjas, Dukat, Radhim dhe Orikum, energjia ndërpritet duke i lënë këto fshatra në terë të plot. Fshatrat e njësisë administrative Orikum vijojnë të marrin energji nga llogaraja nga një sistem transmetimi energjie mes shtyllave të vjetruara dhe kabullave që kaputen. Ky në stacion në varësi të OST-s nuk dihet nëse do të funksionojë ndonjëherë, pasi nuk është kryer akoma lidhja me sistemin e shpërndarjes në fshatra. Sistemi i shpërndarjes kërkon sigurisht investime, shtylla të reja, vendosjen e linjës ABC dhe sigurisht stacione kontrolli, punë e cila deri më tani nuk është nisur. Rërshqitja e dherave vijon të mbetet një nga ato problemet serioze në aksin rrugor Vuahin Poçem. Sipas banorëve, si pasojë e lëvizjes së tokës, jo vetëm që është dëmtuar rruga, por tashmë rrezikohen dhe tokat bujqësore përreth dhe pronat private përgjatë segmentit. Rërshqitja e dherave vijon të mbetet një problem serioz në aksin rrugor Vllahin Poçem, duke përkeqësuar ndjeshëm situatën në këtë zonë, si pasojë e lëvizjes së tokës, jo vetëm që është dëmtuar rruga, por tashmë rrezikohen dhe tokat bujqësore përreth, si dhe disa prona private përgjatë këtij segmenti. Banorët e zonës shprehen të shqetësuar dhe kërkojnë ndërhyrje emergjente nga institucionet përgjegjëse me qëllim parandalimin e përkeqësimit të mëtejshëm të situatës. Ky aks rrugor i rikonstruktuar pak kohë më parë, aktualisht paraqet vështirësi të mëdha në qarkullimin e mjeteve. Në disa pjesë të tij janë konstatuar dëmtime të konsiderueshme të asfaltit, si dhe ulje të trupit të rrugës, çka e bën lëvizjen të rrezikshme dhe të ngadaltë. Drejtuesit e mjeteve detyrohen të tregojnë kujdes të shtuar për të shmangur incidente të mundshme. Ndërkohë situata paraqitet problematike edhe në aksin Kuç-Qeparo, ku rrëshqitjet e dherave kanë krijuar pengesa në qarkullim. Prej ditës së dieshme ka nisur ndërhyrja për stabilizimin e zonës dhe pastrimin e materialeve të rëna në rrugë, por lëvizja automjeteve vijon të kryhet me vështirësi. Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes maksimal gjatë kalimit në këto segmente rrugore deri në normalizimin e plot të situatës. Shërbimi ujësillës kanalizimeve në Vlorë njofton qytetarët se të martën 24 shkurt do të ndërpritet furnizimi me ujë, shkak punimet në lidhje të rrjetit të ri me atë ekzistues. Ndërprerja do të prek 5 zona: ujë të ftohtë, Lungomare, 10 Koriku, Kalaja dhe Jonufra, ndërsa pjesa tjetër e qytetit nuk do të ketë ujë për gjatë pasdites. Shërbimi ujësillës kanalizimeve Vlorë ka njoftuar qytetarët se të martën 24 shkurt do të ndërpritet furnizimi me ujë, shkak janë punimet në lidhje të rrjetit të ri me atë ekzistues. Ndërprerja do të prek 5 zona: ujë ftohtë, Lungomare, 10 Koriku, Kalaja dhe Jonufra, ndërsa pjesa tjetër e qytetit nuk do të ketë ujë për gjatë pasdites. Mëngjesin e së mërkurës furnizimi do të vijojë normalisht. Në njoftimin e plot të shërbimit të ujësillës kanalizimeve thuhet se në kuadër të zbatimit të projektit të ri të ujësillësit për qytetin e Vlorës, ujësillës kanalizime rajoni Vlorë njofton qytetarët dhe bizneset se ditën e martë në 24 shkurt do të ketë stakim të detyruar të stacionit kryesor për shkak të punimeve për lidhjen e nyjeve të rrjetit të ri të ujësillësit me rrjetin ekzistues. Si rrjedhojë kësaj ndërhyrje, do të ndërpritet furnizimi me ujë zonës bregdetare, ujë ftohtë, Lungomare, 10 Koriku, Kalaja, Jonufra, ndërsa pjesa tjetër e qytetit nuk do të furnizohet me ujë vetëm në orarin e pasdites. Gjatë mëngjesit shpërndarja do të vijojë normalisht. Përmbyll njoftimin shërbimi i ujësillës kanalizime Vlorë.
Sot nis për besimtarët ortodoks periudha e agjërimit e njohur si Kreshma, e cila përfundon me kremtimin e festës së Pashkve më 12 prill. Sipas At Konstantin Priftit, kjo është një kohë reflektimi shpirtëror, forcim besimi, ndërsa konsiderohet një periudhë e rëndësishme për të gjithë besimtarët ortodoks. Ka nisur sot për besimtarët ortodoks periudha e agjërimit e njohur si Kreshma, e cila përfundon me kremtimin e festës së Pashkve më 12 prill. Kjo konsiderohet një periudhë e rëndësishme për të gjithë besimtarët ortodoks. Sipas At Konstantin Priftit, kjo është një kohë reflektimi i thellë shpirtëror dhe forcimi i besimit. Po të krishterët ortodoks sot hynë në periudhën e Kreshmës, e cila mbaron më datën 12 prill që kremtojmë Pashkët. Kjo periudhë është një periudhë reflektimi për gjithë krishterët ortodoks dhe neve këtë periudhë e kemi filluar që të dielën që hyrë triodi e tagamlecët e fariseut që shpjegon për unjësinë para Zotit, pastaj e djalit plamprishës që simbolizon pendimin dhe kthimin tek Zoti, pastaj e diela e mishit, e ndalimit të mishit, që tregon se gjyqi i fundit që do i bëhet njerëzve, dhe në këtë pjesë të ungjillit Zoti thot: "E jani ju o të bekuar, kur unë isha i sëmur, ju më vizitut, kur isha i pangren, më dha të ha, kur kisha etje për të pirë, më dhatë për të pirë, kur isha në burg, në spital, më vizitu." Dhe thonë, kur o Zot t'i bëm këto? Edhe Zot i thot, kur o keni bërë njerëzve tuaj, këto mi keni bërë edhe mua. Por thot, e jani edhe ju të mallkuar, që nuk mi keni bërë këto gjëra. Kur unë isha i sëmur, kur unë isha në burg, nuk më vizitut, kur isha i uritur, nuk më dhatë për të ngrenë, kur unë kisha etje, isha i zhveshur, edhe ju nuk më shërbyet nga këto. Dhe thonë, o Zot, kur t'i bëm këto? Atëre kur nuk a keni bërë të afërm me tuaj, nuk më keni bërë as mua. Dhe djela e djathit, që ishte, ose djela e faljes, ose kreshmimit, që ishte dje, ishte dita që neve dje të krishterët ortodoks, mbasi mbarojnë lutjen, bëjmë takimi dhe i kërkojmë falje të gjithëve njëri tjetrit. Nga prifti i pari dhe të gjithë besimtarët bëjnë takimin. Pse duhet mbajtur Kreshma? At Konstantini shpjegon se kjo periudhë është një dëshmi e përkushtimit ndaj Zotit përmes agjërimit dhe privimit nga disa të mira materiale. Besimtarët jo vetëm që afrohen më shumë me Zotin, por dhe kultivojnë mirësi, përulësi dhe dashuri ndaj njëri tjetrit. Pra, Kreshma është lutje, është pendim, është reflektim, është përunjësi, është dashuri. Pra, nuk mund të duam Zotin kur nuk duam njëri tjetrin. Çfarë duhet të bëjmë pra në këtë periudhë? Gjithë krishterët, përveç lutjeve, leximeve të shkrimeve të shenjta, pajtimit me njëri tjetrin, duhet patjetër që edhe të kreshmojmë. Por pse duhet të kreshmojmë? Kreshma është një diçka e domosdoshme për ne të krishterët ortodoks, sepse duke kreshmuar ne, atëherë duke ngrënë më pak do kujtojmë për atë që nuk ka fare. Pra duhet themi, po ai që nuk ka, pra duhet të ndihmojmë dhe njerëzit në nevojë, njerëzit e varfër. Dhe kreshma, trupi ka nevojë për të ulur në të ushqyrit e tepërt, sepse çdo gjë e tepërt e dëmton njeriu. Dhe gjatë kësaj periudhe të kreshmës, jo se ne nuk ham ushqime, por ne disa ushqime i kemi të ndaluara. Pra, për kreshmën të krishterët duhet të dinë se nuk hahet mishi, peshku, vezët, bylmeti dhe nën produktet. Por peshku lejohet në 2 festa të mëdha që ka kisha, ditën e ungjillizimit dhe djela e dafinave, kurse lejohen për të ngrënë frutat e detit, sebje, kallamar, oktopod, karkaleca, të gjithë gjërat janë pa gjak. Pastaj të gjithë tjerat, perime, fruta, gjithçka lejohen. Pra kjo është një periudhë për të reflektuar neve edhe në ushqim, edhe për të përgatitur shpirtërisht për të apritur Pashkën, të përgatitur edhe trupërisht dhe shpirtërisht. Faleminderit. Dhe ju gëzuar, uroj të gjithë të besimtarëve krishterë ortodoks
gëzuar pashkët dhe të mundohen të aprovojnë kreshmen, se sa e mirë do jetë. Dhe jo vetëm kur u thot doktori të aprovojnë, po edhe kur u thot kisha, e le të aprovojnë kreshmen, se sa mirë do jetë për trupin e tyre dhe për mendjen e tyre. Gëzuar edhe një herë. Periudha e kreshmës për besimtarët e krishterë zgjat rreth 40 ditë dhe përmbyllet me kremtimin e festës së Pashkëve. Bizneset me struktura akomoduese pranë hapësirës së plazhit mund të aplikojnë në portalin e Eubenia. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha tha se për herë të parë mundësia ofrohet edhe për strukturat e shërbimit në plazhet përjashtimore. Në Bashkinë Vlorë është plazhi i Zvërnecit dhe plazhi i Vjetër, ndërsa plazhet Bosh, Ullaman, plazhi Lukov 2 dhe plazhi i Maraçi, Bashkia i Mar. Të gjitha bizneset që disponojnë struktura akomoduese pranë ose para hapësirës së plazheve, nga sot mund të aplikojnë në portalin qeveritar. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha tha se për herë të parë, kjo mundësi ofrohet edhe për strukturat e shërbimit në plazhet përjashtimore. Gonxha u bëri apel bizneseve të aplikojnë në portalin qeveritar, duke zgjedhur shërbimin kërkesë për ushtrimin e veprimtarisë si stacion plazhi. Sipas tij, për çdo stacion plazhi kërkohet vetëm një aplikim dhe përgjigjja merret elektronikisht brenda 30 ditëve. Shërbimi elektronik, kërkesë për ushtrimin e veprimtarisë si stacion plazhi, mundëson subjekteve që disponojnë strukturë akomoduese para dhe në afërsi me hapësirën e plazhit strukturë shërbimi në plazhet përjashtimore, ndërto për plazhin Zvërnec, plazhin e Vjetër, Bashkia Vlorë, plazhet Bosh, Llaman, plazhi Lukov 2, plazhi Maraçi, Bashkia i Mar, në stacionet e plazhit të bëjnë kërkesë online për marrjen në përdorim të hapësirës së plazhit për ushtrimin e veprimtarisë si stacion plazhi, në përputhje me vendimin e Këshillit të Ministrave për miratimin e rregullores për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së stacionit të plazhit të ndryshuar. Kontrata për dhënien në përdorim të hapësirës së plazhit për ushtrimin e veprimtarisë stacion plazhi bëhet nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit AKB dhe nënshkruhet me afat nga 1 deri në 5 vite, sipas vendimarrjes së Komitetit të Menaxhimit të Sezonit Turistik. Periudha brenda të cilës ushtrohet veprimtaria e stacionit të plazhit është nga 1 maj deri më 15 nëntor të çdo viti dhe kur subjekti ushtron veprimtarin, ofron të gjitha shërbimet dhe përmbushen të gjitha kushtet minimale të përcaktuara në bazë të tipologjisë së plazhit, ku do të ushtrohet aktiviteti. Nëse një port turistik është pjesë e një investimi strategjik, socialistët propozojnë që ai të mos i nënshtrohet më garës dhe procedurës koncesionare. Duke komentuar projekt ligjin e ri, deputeti e Partisë Demokratike Jorida Tabaku është shprehur se kjo forcon modelin pagar, godet tregun dhe integrimin e BE. Nëse një port turistik është pjesë e një investimi strategjik, socialistët propozojnë që ai të mos nënshtrohet më garës dhe procedurës koncesionare, por të realizohet nga vetë subjekti investues. Ky ligj është vetëm për investimet strategjike që në tërësinë dhe përbërjen e tyre kanë dhe portin turistik. Nëse porti turistik do të ndërtohet si një projekt më vete, do t'i nënshtrohet garës konkurruese. Kështu është shprehur Zamira Sinaj, deputete e Partisë Socialiste. Sipas projekt ligjit të depozituar në kuvent, kur portet turistike janë pjesë përbërëse e investimeve strategjike turistike, zbatimi paralel i këtyre dy paketave ligjore sjell mbi vendosje procedurash dhe vështirësi në realizimin e projekteve. Por deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku, duke komentuar propozimin e ri ligjor për portet turistike që mban firmën e deputetes socialiste Sinaj, thotë se kjo bie ndesh dhe me angazhimin e qeverisë për ta shfuqizuar ligjin për investimet strategjike në kuadër të procesit integrimit evropian. Sipas deputetes demokrate, ndërkohë që flitet për afrimin me BE-n, po shtojnë ligje që në praktik përqendrojnë asetet në pagduar. Sot ekonomisë shqiptare nuk ka garë sipas saj, pasi një biznes normal nuk ka mundësi të futet në një garë dhe ta fitojë atë. Aktualisht, ligji për portet turistike parashikon që ndërtimi i tyre të bëhet përmes procedurës së koncesionit. Me ndryshimin e propozuar, subjektet që kanë statusin e investitorit strategjik mund të përjashtohen nga ky detyrim, ndërsa investitorët strategjik përfitojnë njësër lehtësisht përjashtime nga disa taksa, procedurat përshpejtuara dhe mbështetje nga shteti në infrastrukturë, rrugë, energji apo kanalizime. Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut ka prezantuar aplikacionin Unë dhuroj, dedikuar dhuruesve të gjakut, një platformë informuese që ofron të dhëna të plota mbi pikat e dhurimit, grupet e gjakut, analizat e nevojshme, duke mbështetur rritjen e dhurimit vullnetar në vend.
Përshëndetje nga Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut. Kam kënaqësinë të prezantoj sot një aplikacion të ri që vjen në ndihmë për të gjithë dhuruesit e gjakut për të marrë një informacion për sa i përket të gjitha pikave ku mund të dhurohet gjak në të gjithë Shqipërinë, gjithashtu për informacione bazë në lidhje me dhurimet e gjakut, me grupet apo me nevojat që mund të ketë një afërm i tyre. Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut prezantoi aplikacionin Unë dhuroj, dedikuar dhuruesve të gjakut, një platformë informuese që ofron të dhëna të plota mbi pikat e dhurimit, grupet e gjakut dhe analizat e nevojshme, duke mbështetur rritjen e dhurimit vullnetar në vend. Aplikacioni i ri vjen në ndihmë për të gjithë dhuruesit e gjakut për të marrë një informacion më të plotë dhe të saktë për sa i përket të gjitha pikave ku mund të dhurohet gjak në të gjithë Shqipërinë. Gjithashtu, ky aplikacion ofron informacionet bazike në lidhje me dhurimet e gjakut, me grupet apo me nevojat që mund të ketë një i afërm i tyre. Ky aplikacion që do të prezantohet sot ka të bëjë me një risi për sa i përket analizave të dhuruesve të gjakut, ku ne, në bazë të dhënave që do të kemi nga database-i, do të bëjmë një vlerësim metabolik dhe kardiovaskular, ku përgjigjet e tyre do të dërgohen me email te secili dhurues në mënyrë që të kemi një parandalim për këto rrisqe që mund të paraqiten. Aplikacioni vjen në kuadër të projektit Ripresa, së bashku me Qendrën Kombëtare të Transfuzionit të Gjakut dhe organizatën e dhuruesve vullnetarë të gjakut. Aplikacioni i prezantuar ka të bëjë me një risi për sa i përket analizave të dhuruesve të gjakut, ku në bazë të dhënave që do të ketë nga database-i, do të bëhet një vlerësim metabolik dhe kardiovaskular, ku përgjigjet e tyre do t'i dërgohen më pas me email secilit dhurues, që në mënyrë të ketë edhe një parandalim për çdo risk që mund të paraqitet. Aplikacioni vjen në kuadër të projektit Ripresa, në bashkëpunim me organizatën e dhuruesve vullnetar të gjakut. Shqiptarët po blejnë gjithnjë dhe më shumë automjete. Sipas të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, vetëm në muajin e parë të këtij viti janë regjistruar për herë të parë 6.895 automjete të rinj. Pas Tiranës, numri më të lartë të mjeteve të regjistruara për herë të parë për janarin e ka Vlora, duke pasuar me Durrësin dhe Fierin. Shqiptarët po blejnë gjithmonë edhe më shumë automjete. Sipas të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, vetëm në muajin e parë të këtij viti janë regjistruar për herë të parë 6.895 automjete të reja. Sipas Drejtorisë të Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, vihet re një diversitet në tregun e automjeteve sa i përket origjinës së tyre, por edhe vitit të prodhimit, duke sjellë modernizim të flotës automjeteve që qarkullojnë në rrugët e vendit. Nga të regjistruarat për herë të parë në janar, 4.389 rezultojnë të përdorura të blera jashtë Shqipërisë. 1037 janë mjete të reja dhe 814 elektrike. Automjetet vijnë kryesisht nga Azia, Europa, përfshirë Italinë, Gjermaninë, Zvicrën, por edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Koreja dhe Kina. Tregu mbizotron nga mjetet e importuara, ndërsa vihet re një trend në rritje i mjeteve në moshë të re. Gjithçka lidhet drejt për drejt me rritjen e të ardhurave. Rritja e flotës pasqyrohet me rritjen e nevojës për lëvizshmëri, pra zhvillimi urban, zhvillimi zonave periferike, rritje e aktivitetit tregtar. Gjithashtu shton edhe aktivitete të tjera që lidhen me automjetet, siç janë sektor të tjera, ato të shitjes dhe dhënies me qira të automjeteve, siguracionet apo autoserviset. Është një tregues i realitetit social që automjeti shihet tashmë si mjet autonomie. Pas Tiranës, numri më të lartë të automjeteve të regjistruar për herë të parë në muajin janar ka Durrësi dhe më pas Fieri. Numri i ulët rezulton në Sarandë dhe Gjirokastër, ku gjatë janarit janë regjistruar vetëm 100 automjete për herë të parë në këto dy qytete. I dyshuar për vjedhjen e një motomjeti gjatë natës së 22 shkurtit në lagjen 10 Koriku, policia e Vlorës arrestoi në flagrancë një 26 vjeçar, i cili fal analizës së kamerave të sigurisë u identifikua dhe u ndalua. Motomjeti i vjedhur u gjet në banesën e tij dhe u sekuestrua provë materiale. Policia e Vlorës arrestoi në flagrancë një 26 vjeçar i dyshuar për vjedhjen e një motomjeti gjatë natës së 22 shkurtit në lagjen 10 Koriku. Fal analizës së kamerave të sigurisë u identifikua dhe u ndalua shtetasi me inicialet DS banues në Vlorë. Motomjeti i vjedhur u gjet në banesën e tij dhe u sekuestrua si provë materiale, ndërsa materialet tashmë janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme. Në komunikimin zyrtar, Drejtoria Vendore e Policisë së Vlorës bën me dije detajet e operacionit,
Në vijim të punës për parandalimin dhe zbardhjen e vjedhjeve si dhe kapjen e autorëve, specialistët e seksionit të hetimit të krimeve në Komisariatin e Policisë së Vlorës bën të mundur arrestimin në flagrancë të autorit të dyshuar për vjedhjen e një motori gjatë natës së 22 shkurtit në lagjen 10 Koriku. Policia në komunikimin zyrtar bën pashmëdije si rezultat i organizimit të mirë të shërbimeve dhe analizës së dinamikës së pamjeve filmike të kamerave të sigurisë në zonë, u bëj mundur identifikimi dhe më pas arrestimi në flagrancë i shtetasit 26 vjeçar. Me kërkesë të prokurorisë Fier, janë konfiskuar sot 10 pasuri të një shtetasi duke nisur nga një shtëpi shërbimi, karburant, godina, troje dhe ndërtesa. Me kërkesë të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier janë konfiskuar pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme të shtetasit ST dhe personave të lidhur me të. Kërkesa është bërë në bazë të ligjit numër 10192, datë 3/12/2009 për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë dhe është pranuar nga gjykata. Përjedhoja konfiskuar pasuritë e poshtme, godin 2 katëshe, karburant dhe ambient dhe shërbimi, trull dhe ndërtesë, godinë e kombinuar 5 kate plus karburant në lushnjë, godinë ekonomike, kat plus bodrum në plug të lushnjës dhe një sër pasurish të tjera. Në vijim, prokuroria e Fierit shpreh angazhimin e plot për hetimin, sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurive që dyshohet se rrjedhin nga veprimtari kriminale në kuadër të luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Flamurtari ka humbur në shtëpi përballë Partizanit. Takimi është mbyllur 1-2. Edhe pse kaluan të parë në avantazh, vlonjatët nuk ja dolën të marrin pikë, ndërsa humbën edhe një penallti. Flamurtari rëndon kështu edhe më shumë pozita duke mbetur në vend të fundit me 20 pikë në kategorinë superiore dhe duke rrezikuar rrëzimin nga kategoria. Flamurtari humbet përballë Partizanit në takimin e luajtur ditën e diel pas dite në stadiumin Flamurtari të qytetit të Vlorës. Vlonjatët kanë humbur në shifrat 2-1 përballë ekipit të kuq, duke rënduar tashmë pozitat në renditjen e abisnet superiore, ndërsa renditja në vendin e fundit në kuotën e 20 pikëve. Edhe pse ka nisur mirë takimin duke kaluar i pari në avantazh, ekipi Flamurtari nuk ka mundur dot të dalë qoftë edhe me një pikë nga kjo përballje, ndërkohë që ka humbur edhe një penallti. Ndeshja ka nisur mjaft mirë për ekipin e Flamurtarit, teksa në minutën e 8 Maksulti do të kaloj vlonjatët në avantazh. Megjithatë, gjithçka më pas në pjesën e parë do të flas më shumë për ekipin e Partizanit, teksa këta të fundit në minutat e fundit të pjesës së parë do të fitojnë dhe një penallti, aty ku kanë arritur të barazojnë dhe rezultatin. Me shifrat 1-1 është mbyllur edhe pjesa e parë e takimit. Sapo ka startuar pjesa e dytë, ekipi Partizanit ka kaluar në avantazh duke regjistruar shifrat 2-1. Ekipi Flamurtarit ka patur një mundësi shumë të mirë në minutën e 68 për të barazuar rezultatin me anë të një penalltie, por Marku ka gabuar ndërsa është pritur nga portieri Qirko. Flamurtari ka tentuar deri në fund për të barazuar, por pa e mundur dot të arritë tek rezultati pozitiv në takimin përballë Partizanit. Përfundimisht mbyllet në shifra 2-1 me ekipin e Partizanit, ndërsa vlonjatët tashmë rrezikojnë gjithmonë edhe më shumë rënien nga kategoria superiore, ndërsa renditën të fundit në kuotën e 20 pikëve të shkëputur 3 pikë nga vendi i 8 që mbahet nga ekipi i Bylisit. Pas ndeshjes, trajneri i ekipit të Partizanit Oltion Kornaja ka theksuar se synimi i Partizanit mbeti padyshim fitoria, rezultatet cilin ata e kanë arritur. Ishte një ndeshje e kam theksuar edhe intervistat e mia më përpashme, është një ndeshje vështirë. E kam thënë gjithmonë që Flamurtari ka lojtar shumë cilësor në ekip, pavarësisht renditjes. Edhe ishte ndeshje jashtëzakonisht shumë e vështirë, ashtu doli. Në momente të ndryshuar, ndoshta mund të kishte edhe ndonjë rezultat tjetër, por ndonjëherë ne rrit edhe Qirkos që përshëndes këtë rast prit një penallti dhe ne arritëm të fitonim ndeshje 3 pikë shumë të rëndësishme për objektivat e klubit tonë. Sot themi që ne pikë barbardhë në Dinamo, të themi të drejtën, ne shikojmë vetëm punën tonë. Vetëm punën tonë përpara që ndeshjen time të parë këtu në Vlorë, që ndeshjen time këtu të parë në Vlorë, kam thënë që objektivi i ekipit tonë është vendi 4, shumë nuk e kanë besuar, por duke ditur madhështinë e klubit, sepse është një klub që ka vërtet shumë lojtar, ka infrastrukturë shumë mirë, investohet shumë, dhe plus shumë mungesave që kishim sot, sepse ne kishim vërtet shumë mungesa, Preka, Marku, Qaka, Buxhele, ndonjë tjetër që mund ta harroj tani, Janjeva, janë shumë mungesa që janë afatgjata, Çipi, por përsëri nuk ndihen sepse ekipi ka disa lojtarë që janë vërtet për të ardhmen, janë shumë të mirë, pavarësisht se shumica
mund të jenë në 20 vjeç, por po japin shumë mirë, po japin maksimum dhe shpresojmë të vazhdojmë kështu. Për flamurtarin ka munguar në pankinë trajneri italian Francesco Moriero, ndërsa duket se ai ka qenë në gjendje gripale dhe pamundur do të drejtonte flamurtarin nga bankina, teksa ka qenë zvendës trajneri i flamurtarit Andi Ribaj, që ka drejtuar ekipin vlonjat në këtë përballje. Pikërisht pas ndeshjes, Ribaj ka theksuar se flamurtari ka tentuar të marrë një rezultat pozitiv në përballjen ndaj Partizanit, por në fund ka dalë me humbje 2-1. Po, është e vërtet një humbje me përmbusje. E filluam mirë lojën, shënuam në pjesën e parë, munduam që të prisim në zonën 2 dhe ekipi arriti mjaft mirë këtë lloj gjë që kërkuan nga stafi, por ka shumë ndeshje, besoj se do t'i rikuperojmë këto pikë deri në fund kampionatit. Normalisht kampionati shqiptar çdo ndeshje është e vështirë. Fundi gjithmonë nuk është i mirë për asnjë ekip, por duhet të punojmë të ecim me kokën lart për të ngritur në tabelë. Mua nuk më takon të flas për të lloj çështje. Atë është për njerëz të tjerë, e vendosin ata për favorizua apo jo. Kështu flamurtari rrezikon gjithmonë edhe më tepër rënje nga kategoria superiore këtë sezon, ndërsa në 4 javët e fundit ka marrë vetëm 2 pikë, shumë pak për ekipin vlonjat. Flamurtari renditet në kuotën e 20 pikëve në fund të renditjes në kategorinë superiore, ndërkohë që javën e ardhshme do të luajë në transfer ndaj Teutës. Ju falenderoj për vëmendjen, ju përshëndes. Mirupafshim.